Dash vetëm të citoj disa pyetje nga ana e avokatit të Milan Lukashevicit, pra ai u drejtohet, gjuhën serbe dhe nuk di serbisht. Ai u drejtohet institucionit Serbisë, ku thotë se Auçullua Merafal i apostrofurin të shtunë rreth orës 14, i cili po lufton me jetën në spitalin e Nishit. Që ka në rrezik për jetën. Pyetja ditë, ajo hoq fshikza urinare dhe indi kardiak të apostrofuarit. A ka ende Milani një plum në shpinë dhe prognoza është e panjohur? A do të mbetet invalid dhe sa gjak humbi ai gjatë transportimit nga Prokuplja në Nish? A Auçullua Milani nga prapavia dhe pse? A kishin pjesëtarë të ushtrisë serbe uniformat kamuflazh pa emblema? Përveç ushtrisë, a ishte përfshirë dikush në gjuhëti për Milanin? A ishin 3 gjipa në fushë pa targa? A u kry hetimi? Kush e krije dhatë dhe kur? Ku është laudaniva Milanit? A u mendua se kjo do të fshihej, a mendoni se askur nuk do të përgjigjet kurrë? Janë disa pyetje që ju kanë nështruar institucionet Serbisë. Pra, përmes këtyre pyetjeve që avokati i të apostrofuarit ju ka drejtuar institucioneve të Republikës Serbisë, tregon për gjendjen e tij tron, mënyrën se si është kidnapuar, mënyrën se si është përdor rafale. Kjo pas ka ndodhur më 1 nëntor, apo atëherë është pranuar informacioni se kjo nuk është e saktë. Kjo nuk po dihet sakt se kur ka ndodhur. Sakt, fjala është për me të parin, pra me 1 nëntor. Me 1 nëntor. Po, dhe ka qenë, domethënë, përderisa unë po besoj që të parë ka qenë vetë avokati i tij i cili ka lajmëruar rastin. Dhe pastaj Qysh ka qenë mundur të hyjë në territor të Kosovës më pas daljen dhe sot më 3 nëntor, shembull, opinioni publik ta marrë vesh këtë. Po ripërsërisim. Vija kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë mbi 300 kilometra dhe kur kiet parasysh se çfarë terreni është i thyer dhe është e pamundur që të mbyllet hermetikisht. Prandaj ata kanë hyrë, kanë qenë, unë mendoj që kanë pas bashkëpunëtor brenda territorit të Kosovës, ku personi në fjalë ka dalë, thuhet se ka dalë për ta marrë një mik për një aheng mrena në shtëpinë e tij, ta marrë mikun dhe ta çojë